Nga fillimi I këtij viti deri në qershor, nga pagesat e taksave në vend janë mbledhur një shifër rekord prej 1.9 miliard denar apo mbi 31 milion euro, krahasuar me vitin e kaluar, informoi Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore. Ata kanë deklaruar për Agjencinë e Lajmeve MIA se stacionet më të frekuentuar të pagesës janë Tetova, Petroveci, Ramanlia, Glumova, Miladinovci, Zhelina, Gostivari dhe pastaj të tjerat me radhë. Sa herë që ka një vëllim të shtuar të trafikut në pikat pagesore dhe veçanërisht në sezonin e verës, ata theksuan se Departamenti I Mbledhjes së Taksave harton një plan veprimi, ku në secilën pikë pagesore në të dy korridoret, të gjitha kursitë e disponueshme vihen në funksion. Natyrisht, përparësi I jepet një lloj mbledhjes elektronike të taksave në M-Tak, ku të paktën një kursi është gjithmonë në funksion, nga ku dhe shtuan se mbledhja elektronike e taksave është rritur për 6% nga totali. Pjesëmarrja e mbledhjes elektronike të taksave në qarkullimin total është 36%, nga gjithsej 11 stacione të pikave pagesore ku janë të vendosura. Të dhënat mbi shitjen e pajisjeve elektronike dhe rimbushjen e tyre, veçanërisht pasi pajisjet M-Tak janë gjithashtu të kapshme në pikat e shitjes së operatorëve, tregojnë se mbledhja elektronike e taksave është rritur për 6% nga totali. Ndërkaq, udhëheqësia e kësaj ndërmarrje gjatë promovimit të mundësisë së blerjes së M-Tax nga operatorët celular, informoi se po shfrytëzojnë futjen e një modeli të mbledhjes së taksave si në Serbi, pra një sistem të mbyllur për mbledhjen e kilometrave të përshkruara. Për këtë qëllim, një studim është duke u zhvilluar tashmë për të futur një sistem të tillë të pagesës në korridorin 8.